Policia rrugore e Vlorës me dorë të ekurt për mjetet e tonazhit të rënd. Efektivët e policisë rrugore në drejtimin e shefes së qarkullimit Refie Muçaj ka nisur këtë të shtunë një aksion kontrolli për gjatë disa segmenteve kryesore rrugore të qytetit. Efektiv të policisë rrugore janë dalur në rrugën e Plazhit të Vjetër, e cila ka dhe fluksi më të lartë të qarkullimit nga automjetet e tonazhit të rënd, kryesisht mjete si kamion, betoniere, skrep, që qarkullojnë të angazhuar në disa prej projekteve infrastrukturore në qytet. Kontrolli ka nisur prej mëngjesit të kësaj të shtune dhe ka vazhduar për shumë orë. Në fokus të tij janë pajisja e mjeteve të tonazhit të rënd me dokumentacionin e duhur, si dhe pajisja e tyre me të gjithë sinjalistikën e dallueshme dhe tepër të nevojshme për këto kategori mjetesh. Jo vetëm mjetet e tonazhit të rënd, por në fokus të aksionit të kësaj të shtune kanë qenë edhe automjetet që qarkullojnë në segmentin rrugor duke shkelur rregullat e qarkullimit. Në fokus të aksionit të së shtunës janë dalur 10 automjete, të cilat janë evidentuar me shkelje. Drejtues të automjeteve, të cilët janë evidentuar duke mos vendosur ripin e sigurimit në tejkalim të normave të lejuara të shpejtësisë në këtë segment rrugor. Mësohet se për të tilla shkelje ka pasur ndëshkime, të cilat kanë variuar nga gjobat dhe deri tek masat më të rënda administrative, siç janë edhe pezullimi i lejeve të drejtimit. Gjithashtu, një numër i konsiderueshëm i drejtuesve të mjeteve janë konstatuar në shkelje të kodit rrugor pasi kanë qarkulluar me praninë e fëmijëve në makinë nën moshë, pa përdorur ndejsen e fiksuar. Kontrollet janë ushtruar edhe për lejet e xhamave të zi, ku janë dalur 10 automjete, të cilat janë kontrolluar edhe për posedim të sendeve të forta apo edhe mjeteve prerse. Edhe drejtuesit e tyre janë kontrolluar krahas posedimit të sendeve të kundralishme edhe për posedim të lëndëve narkotike. Testa alkoolit janë nështruar të gjithë drejtuesit e mjeteve për të cilët ka patur dyshime. Aksioni ka vijuar edhe në shumë segmente të tjera rrugore, një ndërto edhe aksit transballkanike.